Gjithsesi se reflekton, për shkak se mos formimi i instruksioneve fillimisht në vitin 2025, për gjithë viti paut në përviduve kuvendi Kosovës, ku dihet që qeveria në detyr nuk mund të ketë kompetenca të plota, nuk mund të ushtoj gjitha detyra sipas kompetencave të cilat janë të garantuara me kushtetutë dhe me ligjin për ekzekutivën, dhe Serbia si një faktor destabilizues tradicional i rajonit, njëjta shef edhe dinamika ndërkombëtare me Bashkë Sigurisë për të realizuar ambicet e saj, të cilat janë të kamashme ose thonë ndryshe shekullore. Gjithsesi se vendi ynë është pjesë politikave të sigurisë të Serbisë, pasi që e njëjta ka arritur që ta bindë akoma vetëm se Kosova është një fakt i kryer, si thotë i pavarur e sotëm, dhe në vazhdimsi edhe nëpërmjet grupeve të mbrëmshme brenda territorit të Kosovës, por edhe nëpërmjet kërcënimeve të hapura duke organizuar manovra ushtarake në kufitë rreth përçartë Kosovës, e njëjta përçan mesazhe se një ditë mund të ketë ndonjë aventurë të saj me qëllim që... Po si po i përgjigjet Kosova kësaj ambicie, zoti Shkodra? Po, tash Kosova me kapacitetet e saj ka bërë në vazhdimsi përpjekje që ketë në kontroll situatën e sigurisë, madje nuk ka thënë me shumë kompetencë viteve të fundit kënë pas gjitha betejë të strukturuar në Bashkën e Sigurisë. Por unë po flas për gjëra më të mëdha, se në rast se nuk do të shkojë mirë lufta në lindjen e mesme mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, mendoj që shtetet të cilat nuk janë aleat të Kosovës mund të projektojnë destabilizim të rajonit tonë duke llogaritur se ne kemë një aleancë të ndryshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë thotë nëse nuk shkon mirë? Si ta kuptojmë? Nëse nuk do të ketë një fitore të qartë të Shteteve të Bashkuara në lindjet e mesme. Deri më tash gjërat janë thuajse relative, dhe shihet qartë që nuk kanë arritur gjitha objektivat të cilat janë synuar në fillimin e vitit. Pra një mosarritje objektivave amerikane në Iran dhe një favorizim Iranit do të ishte një lajm jo i mirë për rajonin tonë? Veçanërisht për faktorin shqiptar, në efekt veçantë për Kosovën. Për shkak se çdo relativizim i fuqisë aleatëve tonë është edhe një goditje për vetë shqiptarët. Andaj besoj që Serbia është një prej vendeve që i lexon dhe përfiton nga këtë situata jashtëzakonisht shumë në momente të vështira që ata e konsiderojnë të tillë. E qartë. Ju falenderoj shumë zoti Shkodra për bisedën. Ndërkohë, falenderoj.